Legjenda e futbollit turk me prejardhje shqiptare Hakan Shukur ka lavdëruar publikisht skuadrën kombëtare të Kosovës pas arritjes së kualifikimit në fazën play-off të Kupës së Botës 2026. Pas shortit të play-offit, ku Kosova peshkoi Slovakinë e më pas do të mund të ndeshet me Turqinë nëse kjo e fundit arrin në finale duke mundur Rumaninë, Hakan Shukur e cilësoi këtë si arritje të jashtëzakonshme. Ai tha se Kosova e siguroi vendin e saj me merit duke marrë parasysh grupin teje të vështirë kualifikues me Zvicrën, Sloveninë dhe Suedinë. Sipas legjendës turke të futbollit, ky sukses i dardanëve nuk duhet nënvlerësuar as pak, sidomos duke parë se Kosova vjen nga një traditë sportive e fortë. Kosova është adeu i babait tim, babai im ka lindur në Prishtinë. Kosova, kur ta shikoni grupin ku ishte Zvicra, Slovenia e Suedia, nuk duhet të nënvlerësohet arritja e tyre. Kosova ka dalë prej ish Jugosllavisë, vende që janë minier për sportistë. Kosova përfaqëson pjesën e fortë të saj. E vërtet që Kosova ka humbur nga Rumania 3-0, kundërshtari aktual i Turqisë, por shikoni faktin se Kosova ka arritur të sigurojë një vend në play-off në këtë grup tepër të vështirë, thot Hakan Shukur. Mëtej ish futbollisti shprehet se kur ti shikoni rezultatet e Kosovës, ka mundur që ajo të përfundojë edhe e para në këtë grup. Kosova si e dyta është shumë më e mirë se Rumania. Shikoni grupin e Kosovës, të gjitha ekipet kanë pasur gjasa ta mundin njëra tjetrën, por duket se Kosova me një plan dhe disiplinë ka arritur këtë sukses që ka tani. Kosova ka lojtar të mirë si Milot Rashica dhe Vedat Muriqi. Kosova është një ekip i mirë, një ekip sulmues. Muriqi është një sulmues që luan në Spanjë. Ai nuk është i shpejt, por në ajër është shumë i mirë dhe di ta shfrytëzojë shumë fizikun që e ka, tha mëtej Hakan Shukur. Sipas tij, ndeshja mes Kosovës dhe Slovakisë do të jetë shumë e vështirë. Ciladoj që kalon më tutje, unë e di se Turqia do ta ketë shumë të vështirë, sepse këto ndeshje janë për kualifikueset e botërorit, janë 2 ndeshje dhe çdo gjë varet edhe prej kushteve të tjera, përfundoi analizën e tij Shukur, duke vlerësuar lart kombëtaren ndardane.